pyetje kam për ty. Ha fal, çka ki? Kitë punë që kom kry, e a moj me dojnë pak njashtë me lujnë me shok. Mos po duket vetja zotni ty. Rre aty trus se puna nuk sot korr. Thu dal pak, tani kthejna me njëherë. On njëherë foli, e herën e dytë e din ti shka gjen. Sigur të kisha pas prindë edhe unë. Unë kishin dasht edhe mu. Edhe unë kishin lanë me dojnë me lujt me fëmijë tjerë. Ha, mor djallë, pse rren i mërzit shumë kështu? Oq, kjo është jeta jam. Puna jem nuk kryet kur, edhe njerka nuk më lera hat. A nana, a njerka? Njerka, oq, njerka. Oj, fisnike! Oj, fisnike! Urno, zotni? Fisnike, pse po e mundon këtë djallë ka shumë? Ajo është fëmijë i vogël, duhet me lujtë e me u knaq, e jo me punu punë tranda. Ty, zotni, nuk ka pse të vjen keq. Puna i bën mirë ati. Ai fëmijë i vogël nuk ka për të bë dembel. Po ti, këshyri punët e tua e mos u përzin shpit huj. Mirë, fisnike, mirë, prap të e di. Mos harro se bota rrotullohet, e kohës nuk i dihet. Hajde me të mira. Oj non, luna kallzom shatë të bëj. Oj non, luna kallzom shatë të bëj. Oj non, luna kallzom shatë të bëj. Zoti ju më nimok se asgat s'po di ku me shku. Non, kallzom kur të shkoj. Jalosh! Hajde këto, hajde, më sëtut. Ku je njës kështu? Jam njës, dikon kësë më hojnë qëndë, dikon kësë më gjenë në shpis. Ko nuk gjenë shpis? Pse kështu bo forë për djallë? I kujt je, prenda ki? Jo, se më kanë vdek, prindërit. Ndoshta më ndihmojnë nga ata. Prind kanë vdek. E ndoshta të ndihmojnë edhe prind. Ngo djalosh. Hajde me mu. E kam atje pak ma larg një shpi shumë të vogël. Nuk ka shumë e ngrohtë, por nuk ka dhe ma e ftoftë se rruga. Hajde me mu, hajde, mos u dut. Faleminderit ort. Hajde. Hajde, Madja.
Dhe vazhon. Mreno. Ngojaqë këtu. Nuk është me rëndësi, a është shtëpia e madhe, a është shtëpia e vogël. A është e pasën, a është e varfën. Me rëndësi është me e pas zemrën e madhe. Oq, zemra jote është ma moga prej ato nga që ikun po. Të lumë goja me aqën. Hajde me aqën, hajde. Aje ti fari lazi i këti katunit? Po, unë jam që i lazi i këti katunit. Ajrova? Djalin tem në tregun se ti e këshe marë. Aja është djali burit tem. E kam amanet. Jo. Djalin e pas ka amanet. Po të ja djale e donë. Djali nuk është plaçk. Kjo nuk është puna jote, po nxerr mja djalin këtu dhe bëma më njëherë. Ngom ti zonjë. Ma mirë i shkon unë me vetë djalin, a don me ardh, a nuk don me ardh. Se unë e pash atje poshtë, ato bjeshtë atje dhe, ko gjaj mërzit që më të djali. More nxerr ma djalin se nuk jeti kërkushi për me vendos për djalin e huj. Jo. Mirë. Shkoj të vez djalin shka po thot. A me ardh, a mos me ardh. Djalosh, qështë kam? Mirë. Ka ardhë njerka jote. Po do me të marrë me u këthin shpi. Po du më shku. Po të vesë edhe njerë. A do në më këthin shpi të njerka jote? Nuk du. Tu e kam shumim, e këtu e kam qëtësim. Mirë. Zonjë, unë e djalin e veta. Leqi nuk po do në me këthi, pas nuk do me një për juve, ma. More kape për veshi që të ma qëtu parakonve ta marrë me veti. Zonjë, unë në këto punë nuk përzina. Djalin e juve gjeta të kajt, atje poshtë, edhe more e prunën këtë shpijën teme të vogël. E mire, keqe, e ftoftë, e ngrokt, kjo është, që aty e ka gjithë knaqësin. E mirë që keni qullu gru, se të kishë qullu burë, ndryshe ishi marrë vesh. Që ku e keni dirën? Jashtë. Edhe s'do në ma pru djalin, jo. He, kur hajrë më spaft. S'ka kujt mi ga, babës veti ka ga. Jashtë. Djalosh, a ki ftofta jo? Jo.
Mos të thotë se dimni sa qele më qelësit edhe shkon shpejt. Mirë është që mirë e kam këtu. Qka nëse i kisha nëzikun të shpia, kur njerë kam akto këtë zemrën ditë e natë. Aj se Zoti është i madh. Erdhe kur ka me drejtu. Që Jaxhin ka fundi e keme këtë veç edhe fakta shtrëngojit edhe gati është. Hajde e bune mo. Që prit një Jaxhin, prit, edhe pula kemi në parabar sa dush edhe tam ditën kemi lujt me këtë në parabar edhe kemi gjujt burë dhe kemi gjujt. Kështë. Shqyqër që djali e pas ka gjetë një bob e po njihet si në shpit vetë. Tega! Vaje, hajde, shko të pullit ali, hec, hajde. Që e të bunë këto bukur është? Ka në ki këtu? Në kam nonën. Pushtruni këtu babi? E ka babo ka dek. Ku jeton ti? Kush kujdeset për ti? Një plak. Është afër? Jo, Ti shikoj emrin. ja di. Shkolla shkon ti? Jo, A ke dash në shku në shkollë me shok? po, Me shkollu na vjen me mu. po, Ngo mirë. Kur s'mund është me di se jeta ku të shkon. Nëse shkollohesh, edhe bosh i meqëm, që shta ka forë Zoti bukurinë. Kur mos e haron njerëz që të kanë lëmi. Po kuptu? këtu. A ti bre sa i veçantë kjo ke në bukurinë tonë, qërë që shka foli modës. Ama, përmirësoj e busqeshin, jo mu damu. Hoq, që është në pa mësu jeta. Të në gjatë jeta o burë, O, të në jetë aminë. apo më njefë mu?
Po, miq, po, qysh nuk një. Njerës që më kanë një mu, unë nuk i arroj kur. Mirë që po m'njefsha. Po, miq, jeta më ka mësu kështu. Pe i vujtjev që i kom pos, je mësu që amanetet edhe të mirat që mi kanë bo njerës, kur mës mi harru. E, nuk kem ku ikmi. Her do kur, në rojt e mija do na mu këthy pa tjetër. Hajde me të mira. Për të mirë, miq. Që një qajtë në zejtë që ta pruna, dë boftë mirë. Falemderit, birë, falemderit. Mërë miq, shqyqyr pe Zotit, merë dita e me ta këthy munin që ke bo për mu, e që më ke gjetë në kohët ma të vështira. Birë, qysh ditën e parë kur t'kam pa? E kam ditë që ti i e fryti dritës edhe je në udhë Zotit. Zotit të udhëzofte me tanat mirat. Hajde Zoj, shka të prung një puna kënej? Nuk jam të ndi diçka mirë, e aty në katunin ton, kallzun që kishar një doktor i mirë, e erdha me mdimu. Mirë Zoj, mirë pas ke bo që ke orë këtu, po a jetëm njofti mu e kush jam mënë? Jo, nuk po të njo, po kush jete që po më gjunë me këto fjalë. Apo e shef që kohët ndryshojnë, edhe ata shumë shpejt bile. E me tregu unë e kush jam, atë kujtohet ai djali i vogël që kur do i ke me dal me lujt, nuk e lejshe. Kur do i ke me hongër buk, nuk e lejshe as mungi. Ai djali që iku prej shtëpisë. Unë jam qaj djali. Më falë birë, të lutë në më falë. Unë po ta fali, po unë nuk e kam shpirtin tanë. Sa herë që t'kish nevoj, këtu derën qele ki. Miq, nuk jam më ai vogli, tash jam rrit, edhe zemra më është bo e madhe sa për të gjithë. Birë, zemra e bardhë të ban të fort. Në jetën e njeriut, gjithmonë vinë momente kur duhesh me zgjedh mes dy mundësive. Ajo që ndodh një herë, nesër mund përsëritet. Gjithmonë bane atë që është më e mira për gjithë. Një pemë e madhe është e fortë, sepse i ka rrojt e thella. Por ajo pemë mund të mbajë edhe degat që dalin dhe ndajen pa u dëmtu. E kështu ndodh edhe me njerëzit birë.